3 pika do më shoqërojnë gjatë gjithë periudhës që do të jem në krye të situatë e përgjithshme. Përkushtimi do të jetë maksimal, edhe nga pikpamja formale e orarit, po themi, kur vihet në punë, dhe deri orën që mbyllet, dhe unë ju garantoj që do të jem 24 orë, në 24 kushdo problem apo koleg do ketë apo varësi do ketë problematika për të informuar apo për të dhënë për të patur në çdo moment të kontakt. Dhe pa diskutim me ministrin, pa diskutim edhe me kryeministrin. Gjej rastin në këtë moment, sinqerisht, pavarësisht që me zonjën ministre, qoftë me kolegën Filameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë zotin Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorat, një palë tjetër është opozit, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Nuk është privilegj, absolutisht, është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, pavarësisht që vin nga sistemi i drejtësisë për 15 vite dhe 20 vite në politikë, dhe që kemi pasur mundësi të njohim shumë gjëra, por atë që ka thënë ministri në një moment, do të kemi pozitivitetin që në funksion të përmbushjes së detyrës, por dhe në funksion të respektimit të biznesit, i cili mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse është ai që mbush për ditë buxhetin e shtetit me taksat dhe tatimet që paguhen, dhe që ne të gjithë ne këtu nga muaji i parë që deri në gjithë paguhemi nga taksat dhe nga tatimet nga aktiviteti i këtij biznesi. Që do të thotë një biznes shëndosh, një biznes me rregulla, respektimi i një biznesi të rregullt dhe lufta pa kompromis ndaj biznesit i cili abuzon, i cili është abuzues apo që bën gjithçka për të përfituar në mënyrë të paligjshme duke shkelur ligje, atëherë e kemi përmbushur detyrën dhe duke parandaluar ata. Kjo ka shumë rëndësi. Pra përkushtimi im do të jetë pa diskutim jashtëzakonisht i lartë. Dhe kjo bashkëpunim me ju.